shumë vite më parë, kur gjithë bota ishte e pushtuar nga luftrat, në një vend të madh, ku njerëzit nuk e njihnin prezervativin, nuk luftoi, por bëheshin olimpiadat e qirjes. Asnjë nuk punonte, asnjë nuk luftonte, të gjithë meziprisnin ditën që të qiheshin me njëri tjetrin. Ky vend ishte Greqia. Pikrisht në pranverë, para se të fillonin të korrurat, në Selanik të Greqisë, fillonte dita e shënuar e qirjes në grup me njëri tjetrin. Bëthqira nga të gjitha anët e Greqisë mblidheshin në atë vend, kush e kush t'ia shqynte bythën tjetrit. Më vlla, do t'ja plasim. Unë nuk jem me ty nëse të tjerëve. Më pëlqen ky vendi këtu. Mund të shtrihemi që të dy këtu poshtë. Rëra është e butë. Kysh mo, po tania? Po pra shtriu tani. Do t'i hap këmbët, do të lyj bythën, dhe pastaj do të bëj shuro në kokë. Jo, këtë nuk mund të ma bësh ma bërë vjetë këtu. E dija që do më çante karin ky. E po hajde bëj një marrëveshje tani. Ti na sill më të mirin që të më qi mua këtu. Dhe ti do nxjerrësh bythën më të mirë që ke. Bythën më të mirë do kesh ta premtoj. Bolano! Janaki! Janaki, të më duket nuk jam paka bytha. Prit sa t'ja shofësh bythën atiti. Zotri, mund të qijem unë në vëndë ti? Po pse? E ndje që e kam bythën si atë. Mirë që u kujtove të vjen në punë, se ke dy veta sot. Do qish edhe këtë plakun këtu. Si the? Atë plakun qi e vetë. Jani! E qiva vjetë e kishte bythën pala. Jani, të lutem mos e bëj. Të betohem si vjetë e kem larë. Unë të ma futësh nga të duar. Shko mbaro punë. Shko qiu shpejt e shpejt. Dhe e tha bëjmë një këtu bashkë. Kjo është era e fundit që ta prik të nderë. Erës tjetër tua bythëre. Të them diçka, kur të qia i pastaj futja gishtë në byth. Se ai do filloj të bërtas.